Çfarë moshe ke bërë udhëtimin tënd të parë dhe ku? E kam bërë vonë. Ndoshta 28 ose 30 vjeç, nuk e di. Nuk e kam bërë herët, madje më vinte inat me veten sepse e shikoja veten shpeshherë në aeroport, duke përcjell të tjerë, përcjell, prit. Shkoja në aeroport për të marrë dhe përcjell. Mirë po vetë nuk shkoja, nuk sepse kisha prioritete. Prioriteti kryesor ishte shkolla. Dhe mbasi unë e mbarova, ishte familja, kryova familja, nuk kompletova. Dhe kur fëmia djali shkoi 2 vjeç, atëherë dola për herë të parë. Do të thonë, relativisht kam qenë goxha në moshë. Deri atëherë s'kisha, do të thonë ndoshta sot quhet e çuditshme, sepse dalin fëmijët që bebe, udhtojnë me avion e kështu, unë vetëm avion nga larg e kisha parë.